Cilat nënshkrime? Përshëndetje për gjithë, ne sapo patëm takimin koordinues për konstituimin e seancës. U dakorduam që të procedojmë bazë të rregullorës së punës dhe në bazë të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Insistojmë që seanca konstituive duhet të ndodhë me datën 6 dhe të përmbyllet procesi i konstituimit të kuvendit, me qëllim që Kosova të ketë institucione funksionale dhe ta kthejmë funksionalitetin institucional të shtetit tonë. Dhe me qëllim që të mos bëhet asnjë vonesë, ne synojmë që kuvendi të konstituohet në datën e caktimit dhe thirrjes së seancës. Aty u miratua dhe një lloj agjendet e cila do të prezantohet atë ditë, edhe për formimin e komisioneve verifikuese të mandateve dhe zgjedhjen e kryetarit dhe nënkretarëve. Kaq ishte, ne dham kontributin ton për aq kohë sa respektohen vendimet e gjykatës kushtetuese dhe rregullorës së punës së kuvendit, edhe dëshirojmë që sa më shpejt të japim institucione shtetit tonë. Në fakt nuk ka ndonjë ftesë tani me që janë përmbyllur edhe proceset për çka ne i kishim ndërprerë dialogun ton me vetëvendosin për sa i përket institucioneve. Sapo të kemi një takim edhe të kemi dialog edhe marrëveshje do t'ua bëjmë nëse do të ketë marrëveshje të tillë. A keni preferenca për pozita, por thjesht mos atyre parimit të cilat do të deklarohen edhe dje nga kuvendi i LDK-s do të diskutojmë. Në fakt, çdo partneritet në mes partive politike ndërtohet mbi bazën e parimeve bazë, se secila parti ka garuar me një program dhe me disa parime bazë. Ne jemi parti që qartësisht jemi të orientuar ka perëndimi, i kemi vlerat tona bazike të cilat dëshirojmë të imponojmë në çdo marrëveshje dhe në çdo krijim partneriteti. Ato janë të thëna e të stërthëna gjatë edhe fushatave tona. Dialogu mbi partneritetin edhe mbi një marrëveshje eventuale ndërtohet para së gjithash mbi parimet, edhe mbi pozitat, por fillimisht duhet të dakordohemi mbi parimet, qëllimet, objektivat e programit ton, ka dojmë me i orientu Kosovën në vitet e ardhshme, e pastaj pozitat janë një çështje e dorës së tretë. A pritet të ketë modifikim brenda grupit juaj parlamentar, marrë parasysh prezidenti e Abdixhikut si kryetar i vendit, edhe do ta përkuas në LDK ka nisur largimet, sa shumë kanë. Në fakt, LDK-ja kishte kuvendin e jashtëzakonshëm dje, në të cilin me një rezultat e rikonfirmoi kryetarin Abdixhiku si për ta vazhduar mandatin e tij deri në fund. Dhe po ashtu kishte një deklaratë politike në të cilën u dhanë qëndrimet që angazhimi i LDK-s duhet të jetë edhe i deputetëve, duhet të jetë në prizmin e bërjes së institucioneve të shtetit tonë, themelimit institucioneve dhe dhënies së kontributit si parti politike për aq sa kemi fuqi politike. Ndërsa grupi parlamentar normalisht që do të jetë në harmoni me këtë deklaratë për shkak se kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është organi më i lartë i cili bën orientimet strategjike edhe objektivat kryesore të partisë. Prandaj ne i nënshtrohemi një vullneti të tillë të antarësisë që ishte mbi 320 delegat të pranishëm të cilët miratuan këtë. A ka nisur largimet nga LDK-ja? Jo, nuk kam ndonjë informat për ndonjë largim eventual, absolutisht jo. Jo, tani dërheqje eventuale të ndonjë nëndege, kryetari nëndege mund të ketë, por kjo është krejt vendimi individual i secilit, nuk kemi vërejtur asnjë fenomen që është i pranishëm tani në parti. Ju e dini që LDK-ja është partia më demokratike që ka një dialog të brendshëm dhe një ushtrim të demokracisë me votim të fshehtë. Është vetmja parti në Kosovë. Ju e dini që brenda këtyre 4 viteve disa herë kemi thirrur kuvende për çështje për t'i përcaktuar këto dhe në mënyrën më demokratike me votim të fshehtë ju kemi nënshtruar votimit dhe jemi përcaktuar pastaj për votimin e shumicës. Ky është princip kryesor në demokraci ku pjesa tjetër pastaj pajtohet me vendimin e shumicës, se ky është parim elementar në demokraci. Po.
Tani në dialog shkohet për të negociuar dhe për të dalë me një rezultat. Duhet parë të gjitha modalitetet. Ajo që është e rëndësishme është se ne, ashtu siç kemi thonë edhe më herët, ne jemi të angazhuar që partisë qeverisëse të mos i takojnë 3 pozitat kryesore me qëllim të ruajtjes së balancit politik. Dhe kjo është tepër e rëndësishme në demokraci që të sigurohemi që partneriteti të jetë në baza të shëndosha, duke ruajtur edhe funksionalitetin demokratik të shtetit tonë, edhe interesin e secilës parti politike në relacion me atë që ka si peshë të përgjegjësisë dhe që ja kanë dhënë qytetarët. Kështu do të jetë angazhimi jonë, varet krejt prej marrëveshjes politike e cila del nga negociatat. Faleminderit.